nga gjërat të cilat e shtojnë apo e forcojnë dashurinë që të ketë njeriu për Allahun xhël xhelalu, patjetër që është njohja e Zotit, duke treguar pra duke e theksuar njohja e Allahut xhël xhelalu, emrat dhe cilësitë e tij. Çfarë kuptoj me këtë fjalë? Do të thënë kur njeriu e njeh Zotin e tij, njeh emrat e tij, do thotë që ai njeh madhështinë e tij, njeh pushtetin e tij, njeh forcën e tij, njeh diturinë e tij, njeh që Zoti xhël xhelalu është ai që dëshiron ai bëhet, dhe ai që nuk dëshiron ai që nuk bëhet. Sado njerëzit mblidhen për treguar pushtetin absolut të krijuesit gjithësisë. Prandaj duke e njohur Allahun xhël xhelaluhu dhe duke njohur emrat dhe cilësitë e tij, patjetër që forcohet ajo dashuria që ka njeriu për Zotin e lartë madhëruar. Prandaj ne kur themi që e duam Allahun xhël xhelalu, duhet i kemi parasysh këto. Pra, ta duam Zotin që do të thotë duhet ta njohim atë kush është Allahu xhël xhelaluhu. Njohim emrat dhe cilësitë e tij. Dhe Imam Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft, na thotë një fjalë të tij, thotë ka dy njohje që njerëzit mund ta njohin Zotin krijuesin e gjithësisë. E para quhet njohja e pohimit. Pra e pohojnë gjithë që ky është Zoti absolut, i plot pushtetshëm, i plot fuqishëm, i kështu me radhë. Po kjo quhet njohje e pohimit, do të thotë përfshihen në këtë njohje të gjithë krijesat, edhe mëkatari, edhe besimtari, gjithë, se gjithë e njohin se Allahu xhël xhelalu është i plot pushteshëm, i plot fuqishëm. Ai është mbi çdo gjë. Pra, gjithë e njohin këtë. Por kjo lloj njohje nuk ta sjell atë dobin, nuk ta sjell atë mirësinë e duhur. Dhe e dyta është njohja që imponon njeriu që t'i turpërohet Zotit xhël xhelaluhu. Njohja që e imponon njeriu që t'i shtojë dashurinë dhe të bëjë atë që Zoti ka porositur dhe të largohet prej asaj që Zoti ka ndaluar. Këtu e dallon kjo lloj njohje për Allahun xhël xhelalu, e dallon këtë njeriu besimtar nga të tjerët. Prandaj ai që e njeh Zotin xhël xhelaluhu, mirë ka turp para tij. Ka turp që ta kundërshtojë. Dhe gjithashtu ai bën dhe ka me dashuri veprimin e mirë që bën për Allahun xhël xhelalu, kur Zoti thot, o ti që ke besuar, bëje këtë veprim e bën, nga që e do Allahun e lartë madhëruar. Kjo lloj njohje, që do thot njohje që e nxit njeriu për të kryer vepra të mira, kjo është ajo njohja që do thot ne themi kjo është dashuria që realisht kërkohet prej besimtarit.